Horoskopi mujor, Peshorja. Korrik 2025, ti je protagonistja kryesore, Peshore. Korriku nis me sezonin e gafores, që të sjell shumë vëmendje dhe njohje në jetën tënde. Në punë, po shfaqesh në qendër të vëmendjes, ndoshta do të jesh në garë për një promovim ose një rol të ri që ka përgjegjësi më të mëdha. Është koha kur rezultatet e punës tënde fillojnë të vlerësohen me të drejtë dhe ti ndihesh e plotësuar nga përpjekjet e tua. Kjo është një periudhë e bukur manifestimi, po arrin objektiva të rëndësishme dhe je krenare për çdo hap që ke bërë. Mos harro të festosh veten, sepse ke përparuar shumë në datën 4 korrik. Kur Venusi hyn në binjak, ti ndihesh e mbushur me shpresë dhe energji pozitive. Mund të vinë ftesa ose mundësi të reja që të zgjasin horizontet dhe të sfidojnë mënyrën se si ke menduar deri tani. Kjo është një kohë e shkëlqyer për të mësuar dhe për të zgjeruar njohuritë për botën përreth teje. Ide të reja mbushin mendjen tënde dhe je gati të marrësh parasysh të gjitha mundësitë që të presin përpara. Gjithashtu, je më e gatshme se kur të shprehësh mendimet dhe bindjet e tua me guxim dhe qartësi. Mbi të gjitha, po ndihesh e fuqizuar në mbrojtjen e asaj që beson, dhe kjo do të sjellë respekt nga njerëzit përreth. Shfrytëzo çdo mundësi për të shfaqur dhe për të treguar vlerën tënde në punë. Prano ftesat dhe mundësitë që të zgjasin horizontin dhe aftësitë. Mos hezito të flasësh hapur për atë që mendon dhe ndjen. Reflekto mbi bindjet e tua dhe lejo që të evoluojnë me eksperiencat e reja. Festoje çdo fitore, madje edhe ato të vogla, sepse janë pjesë e rrugës së suksesit. Hëna e plot në Bricjap më 10 korrik sjell një fokus të thellë mbi jetën tuaj private, duke sjellë ndryshime të rëndësishme që lidhen me familjen, banesën apo çlirimin emocional. Është momenti i duhur për të lënë pas të kaluarën dhe për të përqafuar një fillim të ri. Nëse guxoni të përballeni me ato që keni shtyrë nën sipërfaqe, do të ndjeni një shërim të thellë dhe mbyllje që ju çliron. Më 12 korrik, me Saturnin në lëvizje retrograde në Dash. Marrëdhëniet dhe kufit tuaj personal janë në qendër të vëmendjes. Nëse keni bërë kompromis më shumë se sa duhet ose keni lënë pas dore nevojat tuaja, është koha të vendosni kufit të qartë dhe të mbroheni. Mund të përballeni me vendime që riorganizojnë angazhimet tuaja dhe që reflektojnë më mirë atë që vërtet dëshironi në jetën tuaj. Mërkuri retrograd në Luan më 17 korrik sjell një val drama në rrethin tuaj shoqëror. Miq të vjetër mund të rikthehen në jetën tuaj papritur, ose mund të ndodhin keqkuptime me njerëzit pranë. Gjithashtu, mund të ndiheni të pasigurt për drejtimin që po ndiqni dhe për qëllimet që keni vendosur. Mos e shihni këtë si pengesë, por si një mundësi për të rishqyrtuar rrugën tuaj dhe për të ecur përpara me më shumë qartësi dhe qëllim. Kur dielli hyn në shenjën e Luanit më 22 korrik, energjia pozitive dhe dritë e fortë fillon të rrezatojë mbi jetën tënde. Kjo është një periudhë ku mund të marrësh ftesa të këndshme, si për shembull një koncert nga një miq i dashur, apo të krijosh lidhje të reja dhe të vlefshme nëpër rrjetet e tua sociale dhe profesionale. Nuk përjashtohet mundësia që këto lidhje të hapin dyrë për një ofertë pune premtuese ose një projekt që ka potencial të madh suksesi. Në këtë kohë, ndjenja jote për komunitetin dhe dëshira për t'i dhënë mbrapsht shoqërisë rriten ndjeshëm. Është një moment ideal për t'u angazhuar në aktivitete lokale, për të mbështetur kauza që të prekin dhe për të jetësuar vlerat që mbart në zemër. Të veprosh për të mirën e përbashkët do të sjellë jo vetëm kënaqësi shpirtërore, por edhe mundësi të reja personale dhe profesionale. Më 24 korrik, hëna e re në Luan mbjell në zemrën tënde një ëndër të freskët dhe të fuqishme. Kjo energji e re të fton të vizatosh një tablo vizionare për të ardhmen tënde, një hap i parë konkret drejt realizimit të dëshirave të tua më të thella. Është momenti perfekt për të vendosur qëllime të reja, për të bërë plane të guximshme dhe për të hapur zemrën ndaj mundësive që po vinë. Besimi në vetvete rritet ndjeshëm dhe ndihesh më i sigurt në çdo hap që hedh. Më 30 korrik, kur Venusi hyn në shenjën e Gafores. Mbërrin komplimente dhe njohje të merituara. Kjo periudhë sjell kulminacionin e përpjekjeve të tua, duke të lejuar të arrish një pikë të rëndësishme në karrierë apo të realizosh një qëllim për të cilin ke punuar me shumë përkushtim.
Por jo vetëm kaq, zhvillime emocionuese po ndodhin edhe në jetën personale. Mund të bësh një hap të madh si fejesa, vendosja për të bashkëjetuar me partnerin, adoptimi i një kafshë shtëpiake që do të sjellë gëzim të ri në familjen tënde, ose ndoshta vendimi për të nisur një rrugë të re arsimore. Çfarëdo qoftë zgjedhja, ajo do të jetë një reflektim i rritjes dhe transformimit tënd personal. Kjo periudhë e fundit të korrikut është e mbushur me energji krijuese, dashuri dhe mundësi të reja që të ftojnë të bësh hapat e rëndësishëm drejt realizimit të ëndrave dhe aspiratave të tua. Merr frymë thellë dhe përqafo këtë kohë transformuese me zemër hapur dhe besim në vetvete. Ju uroj me javë sa më të mbar.